Policia australiane ka goditur një nga rrjetet më të mëdha të trafikut të drogës në vend, pas sekuestrimit rekord të gati 6.000 poundëve kokainë të fshehur në një pronë pranë Sydneyt. Autoritetet e përshkruan operacionin si sekuestrim më të madh të kokainës në historinë e Australisë. Droga u gjet në një zonë gjysmë rurale në perëndim të Sydneyt, e fshehur në enë plastike të groposura brenda 3 kontenierëve transporti me ndarje të maskuara. Sipas Policisë Federale Australiane, sasia e sekuestruar kishte një vlerë të parashikuar në tregun e palishëm prej rreth $816 milion australian ose mbi $570 milion amerikan. Komandanti i policisë, Stephen Jay, tha se nëse kjo sasi do të kishte dalë në treg, do të përkthehej në miliona doza të shpërndarë të konsumatorët. Operacioni ishte pjesë e një hetimi më të gjerë në një organizata kriminale të dyshuar për importimin e sasive të mëdha të drogës përgjatë bregut lindor të Australisë. Deri tani, 8 persona janë akuzuar në lidhje me këtë çështje, ndërsa autoritetet paralajmërojnë se hetimet do të vazhdojnë dhe mund të ketë arrestime të tjera. Sekuestrimi i fundit vjen pas kapjeve të mëparshme të qindra kilogramëve kokainë dhe metamfetamin, duke e çuar sasinë totale të drogës së konfiskuar në këtë hetim në më shumë se 3 tonë. Policia australiane thotë se operacioni ka goditur një rrjet të rëndësishëm kriminal dhe ka parandaluar një sasi të madhe droge që arrinte në komunitet.